Përshëndetje të gjithëve. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës pas takimit me kryeministrin Albin Kurti, ku kanë folur për çështjen e presidentit, ka thënë se nuk kanë qëndrime refuzuese ndaj askujt, sidomos ndaj presidentes aktuale Vjosa Osmani. Tutje ka deklaruar se është shumë të vështirë çështjen e konsensusit politik në këtë moment brenda partive politike shqiptare, duke shtuar se nuk ka ndonjë kandidat specifik i cili u është prezantuar. Abdi Gjiku ka thënë se do t'i kthehet grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës për të raportuar lidhur me diskutimet. Tutje kreu i LDK-s tha se nëse vendosin lëvizja vetëvendosje dhe PDK-ja që të ketë garë, atëherë shkojmë në zgjedhje, sepse s'di se si do t'i bëjmë 80 vota, tha kështu ai. Zgjedhja e presidentit është një proces i rëndësishëm, prandaj kërkon përgjegjësi, maturi dhe mbi të gjitha frym bashkëpunimi, ka thënë kështu kryeparlamentarja Albulena Haxhiu. Pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit, ajo tha se nuk mund ta thrasin seancën për zgjedhjen e presidentit pa pasur kandidatë të cilët i kanë 30 nënshkrime. Kryesia e kuvendit nuk mund të veproj pa pasur kandidatë të cilët i kanë 30 nënshkrime. Pra kërkohet që të jenë 2 kandidatë, por lejohet që të jenë edhe 3 apo 4 kandidatë, sepse siç e dini, Kuvendi i Republikës së Kosovës i ka 120 deputet dhe secili kandidat duhet i ketë nga 30 nënshkrime, por një deputet nuk mund të jap nënshkrimin për 2 kandidatë, pra vetëm për një kandidat. Zgjedhja e presidentit pra është një moment i rëndësishëm, prandaj si kryetare e kuvendit konsideroj që procesi i zgjedhjes së tij apo saj duhet të reflektojë përgjegjësi, maturi dhe mbi të gjitha frym bashkëpunimi. Pas konstituimit të kuvendit, por po ashtu edhe votimit qeverisë re, vendi ka nevojë për stabilitet politik dhe për përqendrim të plotë tek prioritetet që prekin drejt për drejt jetën e qytetarëve. Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Niko Peleshi ka qëndruar për vizitë në Kosovë. Peleshi ka takuar krerët e shtetit, presidenten Vjosa Osmani, kryeministrin Albin Kurti dhe kryeparlamentaren Albulena Haxhiu. Kryeparlamentari i Shqipërisë përmes një postimi në Facebook ka shkruar se Shqipëria mbetet zëri më i fuqishëm në mbështetje të Kosovës në arenën ndërkombëtare për të avancuar integrimin euroatlantik, shtimin e njojeve dhe antarësimin e organizata ndërkombëtare. Koordinimi ynë është thelbësor për forcimin e stabilitetit dhe sigurinë e paqe në rajon, tha kështu ai. Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës tha përmes misioneve diplomatike është në komunikim të vazhdueshëm me qytetarët e Kosovës që ndodhen në lindjen e mesme. Sipas të dhënave të fundit që posedon Ministria e Jashtme, aktualisht në lindjen e mesme ndodhen 963 qytetarë të Republikës së Kosovës. Në Izrael, 21 qytetar, në Arabinë Saudite 331, në Emiratet e Bashkuara Arabe rreth 400 qytetar rezident dhe 70 turistë lajmëruar deri më sot, në Katar 75 qytetar, në Kuvajt 60, në Bahrein 4 dhe në Oman 2 qytetar. Ministria thotë se të gjithë qytetarët e Kosovës që ndodhen në vendet e lindjes mesme aktualisht janë në gjendje të mirë shëndetësore dhe se është duke u punuar në mënyrë të vazhdueshme dhe të koordinuar me autoritetet e shteteve përkatëse për të identifikuar dhe siguruar opsionet më të përshtatshme për evakuimin e qytetarëve tanë nëse kjo paraqitet si e nevojshme. Situata e fundit në lindjen e mesme pritet që të ketë ndikim të drejtë për drejtë në tregjet e naftës, nga kjo nuk përjashtohet as Kosova, ku paralajmërohet se mund të ketë lëvizje të çmimeve të naftës. Kryetari i shoqatës së naftarëve, Fadil Beriani, thotë se aktualisht çmimet e derivateve në Kosovë janë për 1 litër naftë nga 1.18 deri në 1.25 euro, kurse benzina 1.17 deri në 1.24 euro për litër. Përmes një kumtese drejtuar mediave ka reaguar edhe Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, e cila ka thënë se Inspektorati Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut e ka intensifikuar mbikëqyrjen në sektorin e derivateve të naftës në gjithë vendin për të mbrojtur konsumatorin përmes inspektimeve të përditshme dhe të vazhdueshme në terren ndaj operatorëve ekonomik.
Në rast të luhatjeve të menjëhershme dhe të pajustifikueshme të çmimeve, Mint do të vlerësoj në hollësi mundësinë e marrjes vendimit përmes cilit vendoset rregull i çmimeve dhe caktohet masat e tjera mbrojtëse për produktet e naftës, ku parashihet edhe mbikëqyrja e shtuar nga dogana e Kosovës, Inspektoriati Qendror i Mbikëqyrjes së Trekut, si dhe Administrata Tatimore e Kosovës, thot Ministria, duke ftuar qytetarët që të raportojnë çdo parregullsi apo mashtrim të mundshëm përmes kanaleve zyrtare të komunikimit. Bashkimi Evropian pritet që nga sot ta formalizojë vendimin për heqjen e plotë të masave ndaj Kosovës. Sipas burimeve jo zyrtare nga Brukseli, procedurat në nivel të Komisionit Evropian janë përmbyllur dhe ka mbetur vetëm miratimi nga përfaqësuesit e shteteve anëtare. Heqjen e masave kishte paralajmëruar edhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen pas një takimi me liderët e Ballkanit Perëndimor. Në kuadër të masave ndëshkuese, ishte përfshirë edhe suspendimi i takimeve bilaterale të zyrtarëve europian me përfaqësues të qeverisë Kosovës përpos rasteve kur organizoheshin takime me karakter rajonal. Komisionarja për zgjerim Marta Kos planifikon ta zhvillojë një vizitë në Kosovë gjatë këtij muaji. Plani ideal sipas zyrtarëve europian do të ishte që ajo ta shfrytësojë këtë vizitë për të komunikuar lajmin për heqjen e masave të BE-s ndaj Kosovës. Pasivizimi i adresave në Lugin do të trajtohet nga gjykata e Strasburgut. Për herë të parë, kjo gjykatë ka regjistruar padi kundër Serbisë për këtë çështje. Deputeti shqiptar në Kuvendin e Serbisë, Shaip Kamberi, ka thënë se kjo padi mund të bëjë një kthesë të rëndësishme në një betejë të gjatë. Ai ka shkruar se regjistrimi i padisë në Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut kundër Serbisë është rezultati një pune të vazhdueshme juridike dhe politike për ndërkombëtarizimin e çështjes së pasivizimit të adresave. Tutje ai ka shtuar se kjo nuk është vetëm një betejë ligjore, por për dinjitet, barazi dhe ndalimin e diskriminimit sistematik. Ministria e Ekonomisë Artane Rizvanolli dhe ajo e tregtisë Mimoza Kusari Lila po marrin pjesë në konferencën globale të eksplorimit mineral dhe industrisë minerare në Toronto. Gjatë ditës së parë të konferencës, ministra Rizvanolli zhvilloi takime pune me partner institucional dhe me përfaqësues të industrisë kanadeze me fokus në shkëmbimin e përvojave për zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit minerar. Vazhdojmë tani edicionin e të tjera informacione. Në dhomat e specializuara të Kosovës po vazhdojnë gjykimi në rastin Thaçi dhe të tjerët për administrimin e drejtësisë. Ekipet e mbrojtjes kanë nisur pyetjet për dëshmitarin 7. Të premten e kaluar ka nisë procesi gjyqësor në këtë rast, ndërsa zyra e prokurorit të specializuar lexoi një përmbledhje të akuzave. Premten ju sqaruat gjithashtu, megjithatë se ju vetë nuk ishit në dijeni të cili dëshmitar në veçanti u zhvendos në apo hoqën. Ju kujtohet, përgjigjen kujtohet. Pyetje pra siç paraqitet në shënimin zyrtar, të takimit tuaj me ZPS-n me 24 shkurt 2026, ju nuk jeni në gjendje të thoni cili dëshmitar të ZPS-s janë zhvendosur apo hequr konkretisht për shkak të regjistrimeve në qendrën e ndalimit. Pra bisedave me Hashim Thaçin, është sakt, përgjigje sakt. Pyetja mund të sqaroni se pse thoni këtë gjë? Përgjigje. Sepse ne po lëviznim dëshmitarët, dhe unë shpesh nuk kam pyetur për arsyen, apo s'kam pse po i heqnim ata. Thjesht i kemi lëvizur, i kemi hequr. Për arsye të ndryshme, nuk kam pyetur konkretisht se, në mënyrë specifike.